الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj për ti falë dhe ndihmë kërkoj. Dëshmoj se nuk i takon adhurim mes kujt më drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe dërguar i tij. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Për shkak angazhimeve në përditshmërinë tonë, jeta materiale, bota materiale, fëmijët, gratë, jeta në përgjithësi, provat, nganjëherë ndodh që zemrat e tona të ngurcohen edhe mos në gjenë kënaqësi në përmendjen e Allahut azza wa jall. E s'ka dyshim që një prej ilaçeve më efikase dhe ilaçi i cili ndikon më njëherë është këshilla. Mirë po jo çdo këshill. Si ilaç më i mirë në këtë rast është rikujtimi i vdekjes. Rikujtimi i vdekjes e zbut zemrën, rikujtimi i vdekjes e kujton ahiretin, rikujtimi i vdekjes ta fton dunjon. Tema e vdekje zakonisht është tema më e jo e pëlqyer te njerëzit për shkak se çdo herë kur përmendet vdekja zakonisht u ik mendja, te vdekja e tyre u ftohet dunjoja, u ngushtohet shpirti edhe nuk duan që ta dëgjojnë fare. Kjo temë pavarësisht asaj se si njeriu ndjehet megjithatë është realitet. Secili prej neve do ndrojë jetë patjetër. Një ditë prej ditëve do ikim, secili prej neve. Kanë ik ata që kanë qenë para nesh, dhe janë të ik për çdo ditë ata që i kemi afër nesh, edhe ne do ikim një ditë prej ditëve. Sa do që jeta është e gjatë, ditët zgjaten, jeta zgjatet megjithatë, përfundimi i njeriu është vdekja e tij. Allahu thot: "Kullu men alejha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram." Çdo gjë do prishet, çdo gjë ka përfundim. Përveç se ftyrës Allahut, përveç Allahut i cili është i përhershëm, edhe i cili do të mbetet përgjithmonë. Vdekja, si realitet, patjetër duhet që të ballafaqohet. Musliman, jo musliman, pasanik, i varfër, grua, burr, fëmijë, i vjetër, s'ka lidhje. Shpeshherë dëgjojmë ishte i ri, e padrejt, nuk mundet me thonë Allahu është i padrejt. Për shkak se ti kur thua që është e padrejt që dikush ndroi jetë, ti realisht nuk je i kënaqur me atë që Allahu subhanahu ka caktuar për robën e vet. Allahu është më i miri se çfarë është më mira për robën e tij. Ama vdekja nuk pyet as për rinin, e as për gjinin, e as për racën. Vdekja vjen. Meleku i vdekjes vjen, e merr shpirtin, e kryen punën e tij dhe angazhimin e tij. Vdekja s'ka mundësi që të iket prej saj. Sa do që ti ndërton pallate, sa do që ti mundosh që të hikish dikundi që s'ka mundësi që meleku i vdekjes të vije, ta me shpirtin s'ka mundësi. Edhe nëse je në det, edhe nëse je në ajër, edhe nëse je në tokë, edhe nëse ndërton pallate nën tokë, edhe nëse ndërton pallate mbi tokë, megjithatë kudo që je, vdekja do të zëjë me lenë e Allahut azza wa jall. Allahu thot: "Einama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada." Kudo që jeni, dhe sa do që ndërtoni dhe çfarë do që ndërtoni, vdekja do t'ju zëjë me lenë e Allahut azza wa jall. Kjo është realitet. Edhe s'ka nevojë që njeriu ta ngarkojë shpirtin e tij me gjëra të cilët zakonisht e ngarkon, për shkak se ai mendon që ka mundësi për me hik dhe ka mundësi për me jetu ndoshta edhe më gjatë se sa Allahu ja ka caktuar atij jetën, mundohet që të shpiket çdo lloj sistemi, çdo lloj ilaçi që do t'i japë atij jetë gjatësi, megjithatë s'ka mundësi. Vdekja është ajo që është e caktuar dhe patjetër e ka për me ardhur. Njeriu shpeshherë ndodh që shtrihet natën fle, edhe shëndoshë mirë kur gdhihet mëngjes, vetëm si e ka dorëzuar amanetin Allahu azza wa jall. Shpeshherë për neve ka që gdhihemi mëngjes shëndoshë mirë. Megjithatë, hapat e parë që i bëjmë jashtë shtëpisë son, kur dalim jashtë, kthehemi vetëm se si xhenozën në shtëpi. Shpeshherë ndodh që njerëzit dalin, shëtisin, arktohen, mirë po në fund përfundimi i tyre është vdekja e tyre. Askush nuk e di se kur vdes, dhe askush nuk e di se ku do vdes. Prandaj tha Allahu azza wa jall:
wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nuk e di njeriu se çfarë do ndodhe me të nesërmen. Jo të nesërmen, po edhe më vonë, edhe mas 2 minutave, edhe mas 5 minutave, dhe nuk e di se ku do ndrojë jetë. Ke shku udhëtar, ja nis dikun për biznes, ke shku për me vizitu familjen, rrugës ke ndru jetë. Me një shtet të huaj, me një vend të huaj, ose ke shku në vizit dikun me një shtet që është me mijëra kilometra, dëshira jote ka qenë që ndrosh jetë diku tjetër. Mirë po, Allah Zogjel nuk e pyet robin e vetë se ku ndron jetë. Njerëzit shpeshherë shpresojnë që të vdesin në për vende të caktuara, në kohë të caktuar, megjithatë vdekja është ajo e cila nuk e pyet askënd se ku do ndodhe dhe si do ndodhe ajo. Andaj i mençur është ai njeriu i cili e kujton vdekjen shpesh. E përmirëson zemrën e tij, e përmirëson jetën e tij. E kujton vdekjen me qëllim që ta kujtojë ahiretin e tij, sepse ahireti është e përhershme e tij. E kujton vdekjen që ta zbuse zemrën dhe ta kujtojë dunjon, se dunjoja nuk është e përhershme, po kjo dunjo është afashkurt. Edhe kjo dunjo patjetër do të kalojë një ditë për ditë, dhe sa do që ti punon, dhe sa do që ti angazhohesh, dhe sa do që ti shpreson, dhe sa do që ti synon, megjithatë vdekja do të jetë ajo e fundit për ty. Andaj kush e kujton vdekjen i fiton 3 gjëra, shpërblet me 3. E para, ky person do të jetë i kënaqur me saktimin e Allahut dhe me rrezikun që Allah Zotëria ka dhënë atij. E dyta, do të jetë më aktiv në ibadet, për shkak se kur e kujton vdekjen e nxit që sa më tepër punon dhe sa më tepër të angazhohet për veprat e mira. E keni pa njeriu i cili është më i vjetër më plak, angazhohet më tepër. Për shkak se e di që periudha e tij po e përfundon, në krahasim me njëri i cili ka eufori dhe mendon që jeta është e gjatë, edhe e braktis ibadetin e tij dhe e braktis përmendjen e Allahut dhe nuk angazhohet shumë me të. E ai i cili e kujton vdekjen dhe është i mençur qoftë edhe në rininë e tij, sepse vdekja nuk pyet fare për moshë, atëherë është më aktiv në adhurim. Dhe e treta që ai do shpërblet dhe do e marrë është përshpejtimi i pendimit. Çdo herë kur gabon dhe çdo herë kur bën gjuna, sa më shpejt niset që t'i kthehet Allahu Azza wa Jall, për shkak se e di se çdo moment ka mundësi që të zbresë vdekja atij, e Allahu t'i marrë shpirtin atij duke qenë gjunaçar e duke qenë mëkatar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na urdhëroi që sa më shumë ta përmendim vdekjen. Pejgamberi sa më tha me një hadith, ta kujton atë që u aprish lezetin e dunjos, që u aprish atë kënaqësinë që është vdekja. Se vdekja kur kujtohet normalisht që e ngushton shpirtin, edhe normalisht që ta terron çdo send përpara syve tu, për shkak se e di që është realitet. Ati nuk do me kujtu, për shkak se dashnia për dunjon, edhe dashnia për pasurinë, dhe dashnia për epshet edhe pasionet, ti verbron syt. Mirë po vdekja të kthjell, edhe do me ta qartësu qartë se një moment prej momenteve do jetë përfundimi jot. E tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ta ai i cili kujton vdekjen dhe ka ngushti në jetën e tij, atëherë do të gjeje gjerasi, kurse ai i cili ka rehati dhe ka gjerasi do t'i ngushtohet atij. Do thot personi i cili ka vështirësi me kujtimin e vdekjes i lehtësohet atij, shkaku që e di që kjo dunjë është e përkohshme dhe nuk është e përhershme, dhe se mas asaj do të vijë diçka e cila do të jetë më e mirë, do të jetë më e lehtë, e kështu lehtësohet gjoksi i tij. Në krahasim me atë i cili ka rehati në dunjë, Allah i ka dhënë me bollok, kur e kujton vdekjen i ngushtohet ajo, për shkak se di se krejt që e posedon dhe e synon do ta lëjë një ditë prej ditëve me lenin Allahu xhel. Uthmani radhiyallahu anhu, i cili ishte sahabi i njohur, i përgëzuar me xhenetin e Allahut azza xhel, kur shkonte pranë varrit çante i than o Uthman, përmendet xheneti dhe xhenimi nuk po qan. Kurse kur përmendet varri po qan, mjekra e tij lagej nga lotët. Tha Uthmani, pejgamberi sem ka thonë që varri është stacioni i parë prej stacioneve të ahiretit. Kush shpëton në këtë stacion, më vonë do ta ketë më lehtë. Ai i cili nuk shpëton në këtë stacion, pas asaj do ta ketë shumë më të vështirë. Pejgamberi sem tha, kam pa gjëra të shëmtuara dhe më të shëmtuar që e kam pa ka qenë pamja e varrit. Varri është ajo që ne shohim me sytë tonë, ashtu si duket 2 metra dhe megjithatë realiteti i saj është krejtësisht ndryshe, është prej gajbit që veç Allahu xhel e di, por secili do ta përjetojë atë me lenin Allahu xhel. E i mençur, siç e përmend, është ai i cili e kujton vdekjen sa më shpesh, edhe përgatitet për të dhe shkruan vasijetin e tij, testamentin e tij, sepse besimtari e di që momentin që i afrohet vdekja e tij,
ai duhet ta lë një lloj testamenti nëse dëshiron. Përmelon sepse ka gjëra që duhet që të shprehen në to. Testamenti është ajo që shkruhet dhe çdo sen që lihet nuk e lihet trashëgimtarëve. Për shkak se trashëgimtarët e trashëgojnë pasurinë, kurse testamenti përfshin çdo sen që nuk ka të bëjë me trashëgimtarët. E tha pejgamberi sa tha nuk është e drejtë për një musliman që ka diçka për të lënë testament, të i kalojnë atij 2 ditë ose 2 natë pa e shkruar vasijetin e tij, pa e shkruar testamentin e tij. E i mençur është ai i cili përgatitet edhe punon dhe kush ka padrejti që i ka bë kundrejt vllajt të tij, qoftë në nderin e tij, qoftë në pasurinë e tij, qoftë në trupin e tij, apo ndonjë drejt prej drejtave të dunjos që i ka vëllai musliman, shkon edhe kërkon halallëk prej tij, sepse kjo dunjë ka mundësi që të kërkohet halallëk dhe ka mundësi që shpaguhet madje edhe me tolla, me dinare, me dirhem, mirë po në ahiret nuk ka mundësi. Në ahiret është problem o dënim. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha kush ka thënë ndonjë padrejti kundrejt vëllait të tij, në nderin e tij, në pasurinë e tij, le të shkojë sot, le të kërkojë halallëk prej tij, para se të vijë dita ku nuk ka dinare dhe dirhem. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai i cili ka bë padrejti, do ta lajë padrejtinë e tij me të mirat e tij që i ka punu në dunjë. Nëse ka të mira, e shpaguan me të mirat e tij, aq sa ka bë padrejti. E nëse nuk ka, atëherë i merren gjunohet tjetrit, edhe i hedhen mbi supet e tij, edhe kështu Allahu na ruaj, ndoshta përfundon edhe në xhenem nëse nuk e fal Zoti i tij. E lut Allahun që Allah na ruaj nga padrejtit dhe lut Allahun që Allah ta zbusë zemrat tona që ta kujtojmë shpesh vdekjen. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Muslimani është mëse i nevojshëm që të ketë stabilitet dhe qëndrueshmëri në momentet e fundit kur është në agoninë e vdekjes. Agonia e vdekjes është e rëndë dhe ai i cili e përjeton nuk e përjeton lehtë. Secili prej neve shkojmë ka ajo rrugë. Dhe në këto momente ka nevojë për qëndrueshmëri. Ka nevojë që në këto momente fjalën e fundit që do ta shprehet që fjala la ilaha illallah. Kjo fjalë e lehtë është që shprehet kur njeriu është i gjallë, edhe është i shëndosh. Mirë po është shumë e rëndë që shprehet në ato momente për shkak se nuk ka mundësi që ta shprehë secili prej neve. E shpreh ai i cili ka jetuar me të, ai i cili ka punuar me të, ai i cili ka besuar asaj, edhe ka pas bindjen e plot që kjo fjali është ajo e cila e kënon Zotin e tij dhe në fund e fut në xhenetin e Allahut azza wa jall. E pejgamberi sa më tha, kush e thot fjalën e fundit la ilaha illallah do të hyjë në xhenet. Me transmetim tjetër i detyrohet atij xheneti Allahut azza wa jall. Normalisht nëse njeriu nganjëherë harron qëllimi me shparat i cili është në agoninë e vdekjes, sepse ato momente janë shumë të rënda. Shejtani mundohet me krejt arsenalin e tij dhe me krejt ushtrinë e tij që t'i afrohet atij dhe ta bindë dhe ta mashtrojë momentin e fundit që ta nxjerrë nga feja e Allahut azza wa jall. Ky është synimi i tij, që ta prishë mendimin për Allahun, robi i Allahut, që të ketë mendim të keq, edhe shpresoje ose nuk ka shpresa realisht për faljen e Allahut azza wa jall. Edhe kur mendon keq, atëherë padyshim që me shku edhe te Zoti i tij me mendim të keq për Allahun azza wa jall, kjo është përfundimi i keq. Prandaj preferohet që njeriu shkojë t'ia kujtojë atij shahadetin në fund dhe po ashtu t'ia kujtojë atij veprat e mira me qëllim që të ketë mendim të mirë për Allahun azza wa jall. Pejgamberi sa më tha, nuk vdes ndonjëri për ju ose mos të vdesë ndonjëri për juve vetëm se duke pas mendim të mirë për Allahun azza wa jall. E mendimi i mirë është kur robi e shef që fundi po i vjen dhe robi është mundu, ka punu në jetën e tij që t'i afrohet sa më tepër Zotit të tij dhe ka punu për atë ditë ta shpresoj faljen e Zotit të tij. Të ketë mendim të mirë për Allahun azza wa jall, që Allahu azza wa jall do ta falë, do ta mëshirojë edhe do ta fusë në xhenetin e Allahut azza wa jall. Po ashtu neve na nxitet suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që t'i përmendim njerëzit pas vdekjes së tyre me të mirat e tyre, e mos t'i shohim. Edhe mos t'i përmendim të këqijat e tyre, veç nëse detyrohemi ose duhet pa tjetër që të përmenden ato. Pejgamberi sa më tha me një hadith, tha mos i shohni të vdekurit për shkak se ata kanë arritur atje për atë që e kanë punu. Do thot nuk lejohet shohja e vdekurve. Ne fatkeqësisht shpeshherë dëgjojmë që njerëzit i shohin ata. Mirë, po megjithatë kjo nuk është prej fesë dhe nuk është prej Islamit. Ebul Aswad thotë që shkova në Medinë. Në periudhën kur Omeri ishte emiri i muslimanëve. Omeri qëndronte në Medinë, tha shkoja i ofrova atij. Pra neve kaloi një xhenazë dhe Omeri tha ju detyrua atij. Ma vonë kaloi një tjetër xhenazë, prap tha Omeri ju detyrua atij. Edhe kaloi më vonë edhe një xhenazë, prap Omeri tha ju detyrua atij edhe e pyeta i thash o Omer, o udhëheci i muslimanëve. Pse thove ashtu 3 herë? Omeri tha që pejgamberi sa sem tha ka thonën
çdo musliman i cili ndron jetë dhe 4 persona për të dëshmojnë se ka qenë njeri i mirë, dëshmojnë për mirësi për të, vetëm se Allah Zotë Gjell do ta fusë atë xhenetin e Allahut. E tha edhe 3, tha edhe 3, edhe 2 tha pejgamberi sa e për një nuk e pyetën pejgamberin e Allah Zotë Gjell. Normalisht kjo dëshmi është dëshmia e atij që është i drejtë dhe që ka besim dhe që është i drejtë te Zoti i tij, jo dëshmia e secilit. E andaj ajo që duhet ne ta marrim në konsiderat është se ne ta kujtojmë një realitet. Realiteti është vdekja jonë. Secili do ta përjetojmë dhe secili jemi veç ka ajo rrugë, andaj ti vizitojmë varreza sa më shpesh, që zbuten zemrat e tona. Ta kujtojmë që ata që janë në varreza kanë qenë sikurse ne sot që jetojmë, që qeshim, që çajmë, që shpresojnë, që kanë pa perëndimin e diellit dhe që kanë pa lindjen e diellit, që janë falë, që kanë pas gra, që janë martu, kanë pas fëmijë, janë arktu, gjitha i kanë pas. Mirë po megjithatë, ata janë tash më banor të varrezave e një ditë për ditë edhe ne do qemi në mesin e tyre. Andaj ta kujtojmë këtë realitet, që të na zbutet zemra, mos ta harrojmë vdekjen, ta neglizhojmë ose të naftohet ajo dashnia jonë që kemi për pasionet, për epshet, për grumbullimin e pasurisë, grumbullimin e mallit që ne tan ditën i akushtojmë, grumbullimit të pasurisë edhe të mallit, e nuk ja kushtojmë Allahut Azza wa Jall. E braktisim namazin, nuk e falim, herdo nganjëherë braktisim, nganjëherë falim, ndoshta edhe hiç nuk e falim, as që intereson për Zotin e tij, as që intereson për gjunon, për tejkalimin e kufive. Megjithatë, gjitha këto e ngabime për shkak se ne veç i paguajmë dunjë para se të i paguajmë në ahiret, nëse ne nuk pendohemi. Andaj Allahu tha kullu nafsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta përjetojë vdekjen, nuk ka dyshim këta dhe s'ka mundësi që të iket këtij realiteti. Dhe tha Allahu Azza wa Jall: "Wa inma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur." Çdo shpirt do ta përjetojë vdekjen dhe secili prej jush do ta merrni shpërblimin ditën e Kiametit dhe ati që i dridhen këmbë dhe rrëshqet në xhenem do të mbetet në xhenem, dhe se kjo dunjë nuk është diçka tjetër përveç se dunjë mashtrimi dhe dunjë akthimi që fatkeqësisht ne po na mashtron dhe po na deh bukuria e saj dhe po joshemi me të, mirë po realiteti i saj po na shfaqet shumë vonë, vetëm se atëherë më kur vjen mosha e pleqërisë edhe më kur e shohim se më nuk kemi fuqi as që të ngrihemi edhe të ecim, shkojmë të kryjmë edhe nevojat tona më elementare. Lutë Allahun që Allah Azza wa Jall të na falet, të na mëshiron. Lutë Allahun që gjunatet tona Allah Azza wa Jall të na i pastron. Lutë Allahun që dashnin për Allahun në zemrat tona Allah të shton, dhe lutë Allahun që zemrat tona Allah të i zbut me përkujtimin e vdekjes, dhe lutë Allahun që momentet e fundit që i japim ose që e japim ta japim vetëm se si musliman. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.